Vëllezër të ndershëm, vazhdojmë me dersin e radhës në temën e sirës apo jetë përshkrimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe titulli i dersit sotit është gjendja e përgjithshme e arabëve dhe e jo arabëve para shpalljes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, para zbritjes së shpalljes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe para lindjes së tij, si dhe shkaqet që kanë bërë që Allahu subhanahu wa taala ta zgjedh këtë vend dhe këtë njeri për shpallje. Dhe dihet se shkaqet nuk i ka përmendur Allahu subhanahu wa taala direkt në Kur'anin famlart. Ajo që e ka përmendur është se Ibrahimi a.s. ka bërë dua që Allahu të dërgoj pastaj në pasardhësitë e familjes së tij një pejgamber i cili pasi të devijojnë do t'i kthejë në rrugën e drejtë. Mirë po shkaqet tjera nuk i ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në mënyrë direkte. Kurse dietarët i kanë nxjerrur pra në bazë gjendjes si ka qenë në atë kohë, në bazë të rrethanave, në bazë të cilësive që i kanë pas banorët e atij vendi e kështu me radhë. Dhe ne do t'i përmendim shkurtimisht këto gjëra. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith duke e përshkruar gjendjen e arabëve para zbritjes së shpalljes dhe para lindjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thot: Inna Allaha nadhara ila ahli al-ard famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab. Allahu i lartësuar i ka shikuar njerëzit, banorët e tokës, dhe i ka urryer. Nuk ka qenë i kënaqur me veprat e shumicës së njerëzve, pos disa të cilët kishin ngelur në fenë e saktë të pejgamberëve, prej ehlu kitabëve dhe prej atyre që ishin në fenë e Ibrahimit a.s. që kishin ngelur prej arabëve. Pra, e gjithë bota para zbritjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte e zhytur në shirk ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe shirku tek njerëzit ishte i shumëllojshëm. Disa adhuronin Isaun a.s. që ishin shumica e krishterëve të cilët kishin devijuar nga mësimet e Isaut a.s. Të tjerët adhuronin idhuj të ndryshëm, disa adhuronin melek, disa i hynizonin perandorët e tyre, kryetarët e tyre e kështu me radhë. Kurse ata që kishin ngelur në fenë e saktë të pejgamberëve, në fenë e drejtë që është tauhidi, monoteizmi apo adhurimi vetëm Allahut subhanahu wa taala, ata që kishin ngelur në këtë fe të saktë ishin pakic, ishin pak prej njerëzve që kishin ngelur në fenë e saktë të pejgamberëve. Kjo pra është gjendja e shumicës së botës para zbritjes së Kur'anit dhe para shpalljes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në pikat shkurtra, njerëzit ishin devijim të madh sa i përket besimit të tyre. Kurse ajo që e bën, tham pas duas që e ka bërë Ibrahimi a.s., kurse duaja e pejgamberëve pranohet, ajo që e zgjedh këtë vend, këtë popull, që e bën përshtatshëm për ta pranuar shpalljen e fundit të Allahut subhanahu wa taala, që është Kurani famlart, janë disa gjëra. E para prej tyre është se gadishulli arabik ishte vend i lirë. Në përgjithësi gadishulli arabik ka qenë vend i lirë. Nuk ka pasur ndonjë sundim total mbi të gjithë vendin e gadishullit arabik. Po ishte çështje fisesh. Në Mekë sundonin një fis apo disa fise më të rëndësishme, në Medinë ishin 2 fiset më të rëndësishme, në Nejd apo në krahinën ku është Riadi i sotshëm ishin 2-3 fise më të rëndësishme e kështu me radhë. Dhe asnjëri prej këtyre nuk kishte sundim mbi tjetrin. As në aspektin e besimit nuk kishte pra ndonjë besim të përbashkët që i sundon gjithë, sikur të ndodhte kjo të kishte sundim të përbashkët apo besim të përbashkët dhe të organizuar, atëherë do të ishte shumë rënd që të përhapet thirrja, sepse njerëzit do të përmbaheshin me fanatizëm ndaj asaj cilën e kanë. Dhe edhe kjo tjetra, nëse do të kishte një sundim total, siç ishte për shembull tek romakët apo tek persianët, edhe kjo do ta ndalonte, nuk do t'i lejonte thirrjes që ta ketë atë shpejtësinë dhe fuqinë e duhur. Kurse Allahu subhanahu wa taala ne dim se ka desh që kjo thirrje të shkojë në mënyrë natyrale.
edhe pse e ka ndihmuar në shumë prej rasteve pejgamberin alayhis salam me mrekulli, me muxhize, me gjëra të jashtëzakonshme, mirë po shumica e thirrjes ka shkuar në mënyrë natyrale, për t'ju treguar njerëzve se ky Kur'an, ky Islam, kjo fe është për njerëzit, nuk është diçka mbi njerëzore të cilën njerëzit nuk mund ta praktikojnë, po është diçka të cilën ata mund ta praktikojnë dhe mund t'i përmbahen, sepse ata të cilët e kanë përhap fen në fillim kanë qenë njerëz, shokët e pejgamberit alayhis salam, kanë qenë njerëz, ata që e kanë praktikuar kanë qenë njerëz. Edhe pse Allahu subhanahu wa taala i ka ndihmuar në shumicën e rasteve, mirë po në esencë kanë qenë njerëz. Pra këto dy faktor, mospasja e sundimit total politik dhe sundimit total fetar, kanë ndikuar që të jetë toka e përshtatshme për të përhapur besimi i saktë. Faktori i dytë që ka ndikuar është se gadishulli arabik nuk ka pasur një fe të përbashkët, siç e cekëm, nuk ka pasur një fe e cila sundonte mbi të gjithë pjesëtarët e atij vendi. Po filan fisi e kishte një idhull të veçantë për të cilën kishin besim të ndryshëm, fisi tjetër kishte idhull tjetër për të cilin kishin besim të ndryshëm nga fisi i parë, e kështu me radhë, edhe pse i bashkonte shirku, mirë po në esencë, pra ata kishin besime të lloj-llojshme. Disa i adhuronin idhujt, disa i adhuronin yjet, të tjerët e adhuronin hënën apo diellin e kështu me radhë. Pra kishte besime të shumta dhe nuk ishin të bashkuar. Gjë që e bëri terrenin e përshtatshëm për të përhapur feja e Allahut subhanahu wa taala. Faktori i tretë që e bëni terrenin e përshtatshëm për përhapjen e fesë në mënyrë të shpejtë dhe për të patë bereqet, pra këto janë sebepet njerëzore, sebepet dhe urtësia që Allahu subhanahu wa taala e lëshoi rahmetin e vet në këtë vend. Është se njerëzit i jepnin në rëndësi lidhjeve farefisnore dhe lidhjeve familjare. Dhe kjo ishte prej sebepeve që e mbrojti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në Mekë, pra fisi i tij. Këto janë sebepe njerëzore që e mbrojtën Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në Mekë, kishte fis, që kishte vend, kishte fuqi e kështu me radhë. Dhe padyshim se pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala i kanë shfrytzuar gjithë sebepet e mundshme për ta përhap fen dhe për ta mbrojt thirrjen e tyre dhe për të mbrojt interesin e fesë Allahut subhanahu wa taala. Shkaku tjetër që e bënte që ky vend të jetë i përshtatshëm për ta pranuar fenë e Allahut subhanahu wa taala është se tek arabët nuk kishin depërtuar filozofitë ndryshme shkatruese, pra ishin në fitra, ishin në natyrshmërinë njerëzore. Njerëzit përveç asaj që kishin devijuar pak edhe atë pa ndonjë argument të fuqishëm, pa ndonjë ideologji të fuqishme, vetë ata që e përhapnin idhujtarin kishin interes ekonomik prej kësaj, që të vinë njerëzit në Mekë dhe t'u ashesin idhujt. Pra më shumë ishte çështje ekonomike se sa ndonjë besim i ndërtuar mbi argumente e kështu me radhë. Dhe kjo pastërti e fesë e natyrshmërisë së zemrës së tyre ndikoi pra që ata ta pranojnë hakun, dhe njeriu sa më afër fitrës të jetë, aq më shumë e pranon hakun dhe të vërtetën. Për dallim nga ai i cili ka studiuar të kotën, është zhytur në ideologji të shkatruese, ai për ta pranuar të vërtetën e ka pak më rënd, sepse i ka ato pengesat që ja ka vendosur shejtani dhe ato filozofitë shkatruese. Shkaku tjetër që e bën përshtatshëm që ky vend ta merr pra përsipër që të jenë fillestar në fenë e Allahut subhanahu wa taala, është se gadishulli arabik ka pozitë të mirë gjeografike, pra është në mes të tokës. Nëse sheh hartën, gadishulli arabik është prafërsisht në mes. Nuk është as shumë lindje, as shumë perëndim, është në mes dhe ka me kontinentin e Azisë, ka me kontinentin e Afrikës afërsi, dhe po ashtu edhe Evropa nuk është shumë larg. Dhe kjo pra njihet si bota e vjetër, apo ku më shumë ti ka pasur njerëz gjatë historisë.
Po ashtu prej shkaqeve që e mundsoi kët është se gjuha arabe është pra një gjuhë një gjuhë e veçantë, një gjuhë e pasur dhe një gjuhë e cila është prej gjuhave më të vjetra apo që kanë bazë më të vjetër në botë. Përderisa për shembull gjuha jon shqipe, nëse e sheh para qindra apo mira viteve, ka dalluar shumë nga shqipja e sodit. Arabishtja që është letrare, ajo që ka qenë para 1400 viteve, po ka shkrime edhe para zbritjes së Kuranit, pra letrarja është e njëjtë. Letrarja është ajo që ka qenë. Dhe Kurani famlart prej mrekullive që Allah subhanahu wa taala ja ka dhënë është mrekullia e bejan, e sqarimit, precizitetit të sqarimit dhe precizitetit të dhënjes së informatave. Për dallim, për shembull, siç është rasti në Indi, ku ka mbi 15 gjuhë që janë zyrtare, kurse gjuhët që fliten në atë vend, në atë pjesë janë të shumta, ndoshta me qindra gjuhë. Dhe kjo padyshim se do ta rëndonte komunikimin mes njerëzve, kur disa flasin një gjuhë, të tjerët një gjuhë. Kur është pra vendi me një gjuhë përbashkët, kjo e lehtëson komunikimin dhe përhapjen e fesë në mënyrë më të shpejtë. Po ashtu ajo që e bën përshtatshëm këtë vend është se Mekja prej kohën e Ibrahimit a.s. e ka pasur atë pozitën tek njerëzit, në zemrën e njerëzve. Prej kohën e Ibrahimit a.s. është prej faltoreve, faktikisht faltoria e parë që është bërë për tu adhuruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe njerëzit në këtë vend e kanë pasur atë besimin se Allahu i krijon, e kanë pasur në zemrën e tyre madhërimin e çështjeve që kanë ngelur disa prej tyre si duhet nga Ibrahimi a.s. E kanë respektuar Ibrahimin a.s. e kështu me radhë, pra nuk kanë qenë totalisht larguar prej fesë. Edhe pse në shumë çështje pra kanë devijuar nga mësimet e Ibrahimit a.s., mirë po ashtu shumë gjëra të mira pozitive u kishin ngelur nga feja e Ibrahimit a.s. Dhe këto janë në pikat shkurtra shkaqet apo sebepet që bën që kjo feja e fundit, shpallja e fundit e Allahut subhanahu wa taala të jetë në këtë vend. Allahu i lartësuar thot se ai është i cili zgjedh dhe e din më së miri se ku ta dërgoj shpalljen e tij. Dhe tham se shkaku kryesor për këtë është ajo që Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë si mirësi Ibrahimit a.s. në pasardhësit e tij. Mirë po ashtu edhe këtë shkaqe të kësaj dunjaje ka ndikuar që feja të përhapet në mënyrë të shpejtë, saqë për 23 vite, për aq sa zgjati shpallja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, parafërsisht i tërgadishulli arabik hyn fen Allahut subhanahu wa taala. Pastaj në 100 vjetorin e parë pas hijretit, brenda 100 viteve muslimanët arritën që të bëhen superfuqia më e madhe e kësaj bote, saqë në lindje shkuan deri parafërsisht afër Kinës, apo hyn edhe pak një pjesë në territorin e Kinës së sodit, kurse në perëndim arritën në Spanjë, në Andalus, dhe arritën që të bëjnë pra të bëjnë presion Evropës, saqë lufta që u bë në afërsitë Parisit shkaktoi pra që muslimanët mos mund të deportojnë edhe ta marrin krejt Evropën. Mirë po ajo që dua të them është se edhe këto shkaqe Allah subhanahu wa taala i ka bërë shkaqet. Edhe këto muslimani duhet t'i ketë parasysh shkaqet e kësaj bote. Pas ndihmës së Allahut, pas zgjedhjes së Allahut subhanahu wa taala, Muhamedi alayhis salam i ka mësuar muslimanët që t'i marrin shkaqet e kësaj bote. Kur del në luftë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, merr mbrojtëse për t'u mbrojtur. Kur e bën hijretin, i merr shkaqet e kësaj bote. Nuk niset drejt në drejtim të Medinës, po kthen në drejtim të Yemenit, që pra t'u hub tragjin mushrikëve të Mekës. Po ashtu e merr një njeri i cili e njihte shumë mirë rrugët, i njihte që t'ja tregoj rrugët.
për të na mësuar neve se shkaqet e kësaj bote duhet të mirën. Pra është gabim që njeriu të mbështetet totalisht në shkaqe duke mos u mbështetur në Allahun subhanahu wa taala. Jo, çdo gjë është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Mirë po është gabim që edhe të mbështetet në Allahun subhanahu wa taala duke mos i marrur shkaqet, duke mos i pas parasysh shkaqet sheriatike të cilët Allahu subhanahu wa taala i ka bërë për robrit e vet. Andaj Ibn Kaimi në një fjalë shumë të bukur të tij thot, kush i mohon shkaqet ka mangësi në mendje, ndërsa kush e mohon mbështetjen në Allahun subhanahu wa taala dhe mbi sundimin e Allahut subhanahu wa taala mbi çdo gjë ka mangësi në fe. Pra, të dy gjërat duhet kemi baraspesh në mes të dy gjërave, edhe në shkaqet që Allah subhanahu wa taala i ka caktuar, po edhe në mbështetjen, dhe duhet ta dimë se çdo gjë është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Ti merri shkaqet e pastaj mbështetu në Allahun subhanahu wa taala. Siç thot pejgamberi alayhis salam, lidhe devën e pastaj leje në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Ti merri shkaqet, mirë po nuk do të thotë se 100% për shkak se i ke marrë shkaqet do të arrish sukses. Suksesi është në dorë të Allahut subhanahu wa taala, mirë po ti merri shkaqet. Allahu i lartësuar thot: "Wa iddu lahum mastata'tum min quwwa", përgatitni kundër qafirave për aq sa keni mundësi dhe me aq sa keni forcë. Përgatitni ju, merrni shkaqet, e pastaj ndihma është në dorë të Allahut subhanahu wa taala.